Madam President. So good to see you again. Good to see you again, brother. Deklarata e presidentës Vjosa Osmani se në 5 vjetet e fundit janë shpartalluar mbi 900 banda kriminale kanë nxitur reagime të shumta. Gjatë intervistës së dhënë në Berlin për Politico, Osmani tha po ashtu se mafia e Ballkanit është goditur dhe se në Kosovë nuk ka më banda kriminale. E pas lumit me kritika, presidentja në një sqarim u shpreh se ishte gabimi i paqëllimshëm dhe si u referua kryesisht bandave në veri të vendit. Presionit të vazhdueshëm ndaj qytetarëve të tjerë serb, futjes ilegale të armëve në Republikën e Kosovës, dhunës ndaj qytetarëve, tazëm ka pas djegje të makinave, ka pas edhe sulme ndaj gazetarëve, 93 raste kemi vetëm të sulmeve ndaj ushtarëve të KFOR-it, 93, 2 prej të cilave kanë qenë shumë të rënda. Pra kemi me qindra raste ku bandat serbe kanë qenë të involvuara në krime, pra kam menduar për raste dhe ka qenë diçka shumë e paqëllimshme. Në reagimin e deputetëve dhe ish-deputetëve nga opozita e deri tanishme, thuhet se me këtë deklaratë Osmani ka dëmtuar imazhin e Kosovës. 900 banda kriminale të shkatruara nuk është vetëm një statistike rreme, por është autogol diplomatik që i bëhet Kosovës. Kjo nuk tregon sukses, por ja jep botës mesazhin në rrem se Kosova është e zhytur në krim të organizuar. Kosova ka nevojë për leadership, dinjitet, serioz dhe të përgjithshëm. Kur ishin në opozitë përhapën stereotipet për Kosovën si me qenë favellat të Ballkanit, një shtet kriminal me 900 banda, drogë, zhvatje, prostitucion. Tani që kanë ardhur në pushtet, po mundohen t'i zhdukin stereotipat që vetë i kanë përhapur, dhe kësaj radhe me të njëjtën doktrinë, me doktrinën serbe të gënjeshtrave. Ndërkohë, videoja e intervistës, e cila fillimisht ishte postuar në Facebook nga presidentja, është zëvendësuar me një link të ri të kanalit në YouTube. Në versionin e redaktuar është hequr pjesa ku Osmani flet për çmontimin e mbi 900 bandave kriminale. Thank you for this opportunity. I appreciate it.